Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Shqipëria politike është aq e ngarkuar me lajme sa ne duket sikur gjithçka vërtitet rreth politikës. Qeveria, opozita. Por ka dhe fusha të tjera, Shqipëria ka dhe gjëra të bukura, ka dhe lajme të mira. Një prej tyre vjen nga Akademia e Shkencave. Akademikët shqiptar bashkë me një grup të tjerë gjuhëtarës kanë nxjerrë së fundi fjalorin e ri të gjuhës shqipe. Ja, ky është fjalori i ri, i quajtur fjalori i madh i gjuhës shqipe. Pse i madh? Sepse përmban 105.000 fjalë. Është e jashtëzakonshme për nga numri, por më e jashtëzakonshme është për nga ato që janë brenda këtij fjalorit. Ende nuk e kemi publik, por unë do doja ta ndaja këtë lajm me shikuesit tanë të nderuar, edhe për një arsye tjetër. Pa dalë ende, unë do doja që të kishim një shpjegim se çfarë është ky fjalor, çfarë përmban dhe çfarë ndryshimesh ka nga fjalorët të tjera. Në mungesë të fjalorit të kopjes parë që ende nuk ka dalë kopje parë, ajo që pati ishte kopja 0 i quaj unë, dhe me Vaso Tolen kemi qeshur kur e quajtëm kopja 0. Unë nga marrë fjalorin e vjetër të gjuhës shqipe të vitit 1980. Edhe ky i Akademisë së Shkencave. Pra, mbas 46 vjetës del një fjalor tjetër, edhe pse ka pasur edhe dy tjerë, 2006 dhe 2020, por ky është më i kompletuari. Për diskutuar pikërisht për këto çfarë është ky fjalor, unë kam ftuar një prej protagonistëve, një prej atyre që e kanë hartuar këtë fjalor, është akademiku Valter Memishaj, profesor i nderuar dhe zëvendës kryeredaktor i këtij fjalori. Profesor, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Së pari urime për këtë vepër gjigande, sepse Shqipëria ndërton rrugë, ndërton ura, ndërton tunele, po ndërton edhe fjalor. A mund të përdorim fjalën ndërtoj fjalor? Është e drejta secilit, për arsye se fjala polisemantizohet dhe gjuha shqipe është një nga gjuhët që është gjuhë polisemike, ose si thënë ndryshe, me një fjalë shënon shumë nocione, shumë sende, shumë objekte e tjera. Dhe ky është ndrim i figurshëm ose kjo metaforë foljore ka vlerë dhe në këtë çaste. Ka vlerë. Profesor, 105.000 fjalë, sa vjet u deshëm për të hartuar fjalorin? Për vëmendjen e dëgjuesit, të shikuesit, vepra ka 105.000 fjalë, kurse si vepër ka 125.000 njësi të barazvlerëshme me fjalë. Pra përveç fjalëve 105.000. Ja që ti themi shikuesve të lutem regjia të tre ato vëllime, se është një foto tjetër që janë treja, se kjo është kopertina. Kjo është kopertina fjalori i madh i gjuhës shqipe. Kemi atë me shikoma. Profesor, me vërtet është një bravo e madhe. Donde një makinë për të transportuar. Po pra se morëm disa të dhëna teknike para se t'jap për përmbajtjen e veprës. Aty vepra është 10.000 faqe. Janë 3 vëllime nga 3.300 ca faqe. Po kjo është kopjo 0, nuk do dalë kështu. Kopjo 0, jo. Nuk do dalë kështu, dalë një formë. Për të dalë për të botuar, në kjo se redaksia e shetë arsyeshme do dali me 10 vëllime. Me 10 vëllime? Se në gjendje kompjuterike, vepra është 10.800 faqe kompjuterike. Për shikuesin, apo teleshikuesin, duhet të dim që një faqe kompjuterike ka 2.500 karaktere, donë shkronja dhe hapësira. Dhe në qoftë se ne botojmë sikur me nga 1.000 faqe, një vëllim, vepra del me 10.000, me 10 vëllime. Ky është fjalori, profesor? Ky është fjalori në them çastin e dorëzimit. Kjo vepër që kam këtu ka 105.000 fjalë. Ka 12.500 njësi frazeologjike që janë barazvlerëshme me fjalën. Po, më shpjegoj pak këto 12.500 njësi frazeologjike. Po çdo me thënë ndryshim ka nga fjala? Njësia frazeologjike nga vetë termi ka 2 ose më shumë fjalë që janë barabartë me një fjalë. Për shembull, si haqja një shkopin, trim. Flet kodra mbas bregut, flet djepura. Uzum për mustaqjet e çelos, kot. Këto njësi që mund të kenë ardhur nga një shndrim i figurshëm i 2 ose 3 njësive, nga një anekdot, nga një po them përdorim që mund të mos ketë barazvlerës, për shembull themi shes mend, nuk kemi dyqan që të shesi mend. Pra mburrem. Mund të kemi shes domate, shes moll, shes buk, shes mish etj. Pra, do 105.000 fjalë dhe 12.500 njësi frazeologjike. Veç kësaj. Në total sa janë? Veç kësaj. Ja do dalin tek 125.000. Kemi 3.500 fjalë
që mund të jenë emra, mbi emra, e tjetër, po nuk janë si fjalë titull që të jenë me shkronja kapitale. Për shembull, buzë, me që kam dorën te buza. Po? Buza është emër. Po? Por mu themi qëndron te buzë liqenit. Në këtë rast është parafjalë. E themi si parafjalë. Po buzë plasur? Është tjetër buzë plasur. Është formin që quhet kompozit ose fjalë e përbërë. Buzë e plasur, gjak prishur, gjak i prishur, sy shkruar, sy i shkruar. Këto janë fjalë të përbëra për të cilat shqipja dallohet shumë fuqishëm, për arsye se është një nga mënyrat fjalë formuese më prodhimtare në gjendjen e sotme të Shqipës. Veç kësaj, fjalori ka 1640 shprehje me burim latin ose me burim nga frëngjishtja, nga gjuhë të tjera, të tipit scripta manent, verba volant. Shkrimi mbetet, kurse fjalën e merera. Post-scriptum. Post-scriptum, pas shkrim, si themi ne pësë në fund, ose pas shënim e tjera. Do të tila 1640. Po, kemi 1200 shkurtime, ose ato që quhen akronime. Akronime, 1200? 1200, të tipit, por shumë, themi TVSH. Tani, prit TVSH, kam unë një pyetje këtu. Spakun e keni futur? E kemi futur. E kemi futur? Strukture e posaçme antikorrupsion. E kemi futur? Është futur patjetër. Do të futur fjalor, spak futet fjalor. Është i struktuar fjalori, përveç fjalëve, ka këto që po them, ka shprehjet e pa asimiluara, ka shkurtesat, ka pasqyrat gramatikore, ka 250 fjalë të huazuara nga gjuhët bashkëkohore, veçanërisht nga anglishtja, por që nuk janë përshtatur akoma në strukturën e fonetike. Shkurtime dhe këto? Urdhon? Shkurtime dhe këto? Jo, shkurtime. Jo, rrim të shkurtimet. Okej, ju keni shkruar SPAK, struktura e posaçme dhe korrupsion. Po KLP, KLG, DKK, të gjitha, pa përjashtim. U futën këto. Për arsye se media, sidomos media shkruar, po media pamore, që mund të jetë edhe në tablet, mund të jetë edhe në celular të tjera, këto shkërtime i ka shumë. Tani, për arsye se është ligji i ekonomisë gjysore. Po shkurtimet internacionale ndërkombëtare, më fal profesor, për shembull CEO. Është futur tek fjalët e fshehura? Jo, tek fjalët që kemi në fund të pa asimiluara. Po pse? Ka një pikpyetje të madhe. NGO. GDP. Ka një pikpyetje të madhe për CEO-n. Se shefi apo kryetari apo drejtuesi i filan po themi. Përkthej do të shqipe, se përkthejmë do të. Është pak anësore. Ne themi drejtuesi i institucionit. Jo, ne themi edhe kështu shefi i madh. Shefi i madh. Ose ai i madhi. Ose i madhi. Po i madhi, e keni fjalor? I madhi me kuptimin CEO? Është patjetër. Është i madhi. Përveç se është mbiemri i madh, ne kemi edhe i madhi që quhet i emërzuar. Drejtori, shefi. Mos rrim mbrapa të madhit. E keni, mos rrim mbrapa të madhit. I madhi, i madhi. Po, vazhdojmë pasaj ke 250 fjalë të pa asimiluara, të tipit. Po them Twitter, whisky, podcast, Facebook. Këta janë fix si që janë originale. Po, jipet shqiptimi në Shqip dhe në klapa jipet në gjuhë nga ka hyrë. Do më dhe, ju shkoni podcast me kë dhe në klapa podcast. Po. Tani, këtu mos duishe para kjo, profesor? Jo, përse se ne kemi fjallor të Shqipes. Edhe futim në Shqip atë fjallë. Për shumë, po themi Facebook, të gjithë e din, të gjithë e përdorin. Dikush tjetër që nuk di anglisht nuk e di se Facebook shkruhet Facebook. Me 2 o. Atëre futim Facebook dhe në klapa anglisht edhe shkruajmë Facebook. Madje mund të ketë fjalë të tjera, po të bëj pak... Po, pa tjetër. Fjalla mouse, dhe gjithë të dinë se që është mouse në kompjuter. Në fjallorin 2006 ne bëm një demarshe dhe futëm me fjallë miush. Miush? Po asë një shqiptar s'vete besoj një që në kur shiten pjesë kompjuterike apo kompjuter, ti thot mi jep një miush, kështu që fjalla ngelin atë që quhet leksik pasiv. Do në jo e quajtë do 2006 miush, dhe oqës tani. Këtu nuk është? Nuk e. Po si mund tjetë tu? Si mund tjetë miush? Nuk e përdor njeri. Mouse. E është për arsye se çdo sistem i fushës së dijes, të teknologjisë,
të teknikës, të artit, të tjera, ka pa tjetër terminologjinë e vetë. Kemi terminologjinë ndërkombëtare. Ke përshtatje nga teknologjia? Për shembull, kur themi ne download, shkarkoj, si e keni? Jo të gjitha fjalët të futen. Kemi fjalë që mund të jenë me përdorim. Jo, drejt për drejt, profesor. Download, si e kemi fjalën? Shkarkoj, se kemi futur fare, nuk e ke. download. Ne mund të kemi fjalë të tilla që kanë dënduri shumë të madhe përdorimi. Po? Fjala vjen skaner, Po? por nga fjala skaner, që është një huazim, është futur folja jo tu skaner, po skanoj. Është përshtatur me strukturën shqipes. Jo tu ske. Kemi skanim, emër veprimi me im. Kemi i skanuar, i paskanuar, i skanueshëm, i paskanueshëm, skanueshmëri e tjera. Pra kemi marrë fjalën e parë, kurse këto tjera që mund t'i quajmë gati huazime ose quasi huazime, ne i kemi futur sipas strukturës morfologjike fjalëformuese të shqipes. Profesor, ju thatë që dikur e vendoset miush, tani e keni mouse. A është kjo si ajo historia e biçikletës që doni ta vi dy rrotak në 80-ën te ky fjalor? Kështu është historia. Jam me një mendje me ju, fjala dy rrotak, po të shikosh në rubrikat sportive, dikush e përdor. Te e përdor? Jo, e përdori. Ja, se përdor. Di që emisionet donë më të freskëta tani. Dy rrotak, pastaj të shmendësh fare ti thosh biçikletës dy rrotak. Ka pak. Po atëherë u diskutuan te 80-ën. Por skepse fut fjallën dy rrotak, skepse fut bicycle, gjërta kemi biciklet. Tani, atëherë në 80-ën është diskutuar, profesor. Është diskutuar. Po pra, se u bë legjenda. Ke një ka patur kjo pashdesa. File, dosje? Janë të diskutueshme. Si e keni fjalor ju? Ne kemi futur dosje, si kemi futur file. Jo fare file. Po për arsye se kërcet. Zoti Roland, fjalori ka një të mirë. Nuk është forma e printuar që unë nesër ta çoj tek përdoruesi. Po? Gjatë këtij viti, gjatë vitit 2006, fjalori do shikohet, do rishikohet, do plotësohet, do sistemohet. Është pjesa përfundimtare kjo? Jo, s'është pjesa përfundimtare. Po çka keni bërë ju deri tani? Kemi bërë fjaloria është. Tani 5 vjet. Po, 5 vjet. 5 vjet kemi bërë siç thash 11.000 faqe. Është një vepër që sjell leksik nga gjithë trojet shqiptare, prandaj quhet Ja do të pyes për trojet shqiptare, po vim këtu. Tani po internet. Patjetër, ku diskuton? Internet, nuk vjen diskuton. Po PDF. Po patjetër. Kjo është ajo akronim. Patjetër. Tani vim te disa shifra tjera, duhet të kesh 30.000, çfarë tha 30.000? Janë 30.000 vargje sinonimike. Ma shpjegoj pak të lutem. Përveç struktura e fjalës, ka fjalën titull, me tregues gramatikor, fonetik, me thekse tjera, jipet, nëse është emër, jipet në trajtën e shquar numri shumës. Nëse është foli, jipet në të kryerjen e thjesht forma përfaqësuese dhe forma pjesore. Këto dy forma janë dhënë, nuk e di se sa i informuar është teleshikuesi, për arsye se forma, po them, pjesore në përgjithësi, por edhe ajo që quhet e kryer thjesht, krijojnë fjalë të reja. Pra mirë dhe forma, po them për shembull i pasur, pasuri. Ai pasuri. Futet përveç kësaj, jepet struktura gramatikore, shpjegimi. Tek shpjegimi kemi edhe shembujt dhe kjo formon brenda një zëri të një fjale një pjesë të asaj që quhet mikrostrukturë. Nëse fjala ka antonime, nëse kuptimet kanë antonime, futen, nëse fjala është i kuptimshme, futet, për shembull po them, i palexueshëm. Antonimi është i lexueshëm. I pa llogaritshëm, dëm i pa llogaritshëm, i llogaritshëm e tjera. Nëse është fjala shumë kuptimshme ose polisemike, atëherë nëse kuptimet të ndryshme kanë antonime të ndryshme, jepet antonimi pranë çdo kuptimi. Mbas kësaj, nëse fjala ka një sinonim, nuk del më vete sinonimi. Nëse fjala ka më shumë se 2 sinonime, sidomos mbiemrat, për shembull i zgjuar, i mençur e tjera. Sa është fjala që ka më shumë sinonime, profesor? Mund të kalojnë deri 40 sinonime, vargu i sinonimeve. Sidomos fjalët që tregojnë tipare, po them, morale, fizike, për shembull i pa edukuar, i pa emancipuar, i pa qytetëruar, i qytetëruar ka shumë donë. Këtu mund të luash. Këtu. Ka tjetër,
mund të kemi emërtime që vinë nga bota materiale, nga bota e kafshëve dhe shpendëve. Mund të kemi një emërtim të përgjithshëm, fjala vjen po them, në fjalor është futur fjala qukapik. Po qukapik në zona të ndryshme, në areale të ndryshme brenda Shqipës, mund të kemë emërtime për shumë brelise, që bren lisin, bredruri, që bren drurin e tjerë. Këto fjalë, po ti marrësh brenda një hapësire, nuk janë sinonime me njëra tjetrën. Por në marrëdhënie me fjalën e përgjithshme të Shqipës, edhe përdorime që gjenë në zonat të ndryshme, atëre këto formojnë atë që quhet sinonimi. Okej, do në gjithsej profesor ka 125.000 njësi. 125.000 njësi. Tani, ky fjalor, për gjithë ata që nuk e dinë, është i vitit 1980. Me këtë fjalor zakonisht punojmë që kemi në tavolinë e punës. Me 41.000 fjalë. Tani, nga 41.000 fjalë, kemi 125.000, po themi, bashkë me njësit. Ky është i kapërcimi madh, 2 herë gjysmë, 3 herë. Artimi. Jo, me 105.000 është 2 herë gjysmë. Tani, me 125.000... Po, sufishohet bët 3 fish. Më shumë se. Fjalori i madh që kemi tani në duar, ka një histori të artimit të tij. Në vitin 1963, u porosit që të fillonte puna për një fjalor me 3 vëllime, i cili në 76-ën u kthye në këtë fjalor që kemi me një orientim. Pas themelimit të akademisë? Po, mbas kongresit të drejtshkrimit dhe themelimit të akademisë. Do kem parasysh që akademia është krijuar në 72-shin dhe disa muaj mbas krijimit të akademisë u bë kongresi i drejtshkrimit në nëntor që i referohet të mbylljes së kongresit të Manastirit. Duhet të dim që në nëntor të vitit 1908, 14-22 nëntor, u bë kongresi i Manastirit, 20 nëntor dhe 25 nëntor u bë kongresi i drejtshkrimit në vitin 1972. Me orientim të Akademisë së Shkencave, ky kongres drejtshkrimi që kodifikoi Shqipen, duhet patjetër dhe veprat me të cilat kodifikohet. Dhe duhet të dim që po the gjuhë, do të thuash gramatik plus fjalor. Dhe filloi puna për të krijuar gramatikën normative të Shqipës, morfologjinë dhe sintaksën, të cilat dolën në 76-ën dhe fjalori në 76-ën, kur doli morfologjia si maket e gjuhës shqipe, morfologjia, po them, e Shqipës bashkohore standarde, u dha orientimi që fjalori me 3 vëllime të kthehej një fjalor një vëllimësh për nevoja praktike. Dhe fjalori nga një kartotek që kishte mbi 200.000 fjalë, që kishte rreth 4.8 milion njësi, u zgjodhën nga 200.000 fjalë, u zgjodhën 40.000 për një e pesta. Karakteri për zgjedhës i veprës. Fjalori është tipët mesëm, se fjalor që janë nga 30.000 deri në 75.000 quhen fjalor të tipit mesëm, mi 75.000 pastaj në përgjithësi quhen fjalor të tipit të madh. Tani, kam një pyetje të tillë. Profesor, me 105.000, po mbetemi këtu te fjalët njëri. Ne ky quhet një fjalor në krahasim me gjuhët e tjera, si jemi? Është fjalor, do nuk po flasim me gjuhët që kemi me anglishtën, me frëngjishtën, me italishtën. Ato janë gjuhë të tjera. Sa është fjalori madh i gjuhës angleze? Websterin që ka patur, aty që ka unë në shtëpi, po them, të ble para 20 vjetësh, është 450.000 fjalë. Ka fjalor që janë fjalore elektronik që kanë dhe 1.2 milion njësi. Ka 1.2 milion njësi. Do dim një gjë, që populli shqiptar është, po them, relativisht një populli vogël, duam ne mund Shqipja është gjuhë e rëndësishme? Shqipja? është e para njerëz gjuha jonë që nuk jo, është e rëndësishme në botë, them, po për ne. Këtu është statusi i saj nuk ka qenë i tillë konkurrues, për se kemi qenë një popull i vogël, veç kësaj politika evropiane apo më gjerë na coptojnë në 5-6 shtete e tjera. Shqipja ka filluar të paraqitet fuqishëm dhe një nga zërat që ka botëruar në kuptimin apo ndërkombëtarizuar, unë po përdor fjalën botëroje, ka bërë botërore, ka qenë në vepra Ismail Kadarese për kthyer në 46 gjuhë apo në 50 gjuhë. Pra, përballja e Shqipjes me këto gjuhë apo ardha e veprave të Kadares nga Shqipja në këto gjuhë ka rritur dhe statusin e Shqipjes. Tani vim te stafi. Të lutem, regjia është pjesa e stafit. Nga ky fjalor, nga stafi i këtij fjalori te ky. Tani, kryeredaktor,
akademik Jani Thomaj, këtu akademik Artuar, kryeredaktor Androkli Kosallari. Jani Thomaj ka qenë redaktor. Zëvendës kryeredaktor Valter Memisha, ju, i nderuar, dhe profesor doktor Shezai Rokaj. Të dy, akademik jeni ju. Profesor Shezai nuk është akademik? Nuk është, do bëhet. Do bëhet. Ja dëshiroj me gjithë shpirt. Po, patjetër, dhe unë ja uroj. Diçka. Po. Vepra u paraqit nga profesor Jani Thomaj si projekti fillimisht. Unë isha në atë kohë në Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe u paraqit projekti në vitin 2020. Akademia e Shkencave, Kryesia e Akademisë së Shkencave, drejt për drejt, Kryetaria e Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, bëri njerën që vepra të fillonte punë në projektit të miratohej. Mori dhe mirë kuptimin e kryeministrit. Profesor Gjinushi ishte njeriu që e ndau këtë punë. Duhet ta njohim këtë merit. Po patjetër. E paraqitëm, projekti ishte paraqitur dhe më parë. Madje nuk e di, nëse mua mund të më ndjeki zonja Lindita Nikolla, kur ishte ministër arsimit, kur vajti pasaj kryetari e parlamentit, sa herë takoshim, thoshë mua Valter, pra për fjalori, unë atje punoj, thash. Pra ishte një kërkesë e vazhdueshme se e kërkonte përdoruesi. E kërkonte nevoja praktike ligjërimore e Shqipërisë. Po profesor Gjinushi ishte ai që e paraqitën pranë akademisë. Akademia mori përsipër se është vepër që ka kushtuar. Sa është kostoj? Deri tani ka vajtur tek 500-600.000 euro. 500-600.000 euro? Po, 600 milion lek të vjetër, po them. Është për arsye se për veprën, në kjo se kemi 3 veta, siç po i shohim këtu në ekran, që quhet Kryesia e Redaksisë, kryuam një redaksi me përfaqësues. Po. Fotoja tjetër që na i shpjegosh, profesor? Po. Pak më lartë. Pak më lartë tjetra, se kjo është... Janë të dhëna teknike. Po. Këtu, redaksia. Redaksia. Përfaqësues nga Akademia e Shkencave, ka qenë akademik profesor Jani Thomaj. Sa vjeç është Jani Thomaj, profesor? Në 2 shkurt mbush 91 vjeç. Po si ka punuar? E përshëndes, e admiroj me një higjenë, po them, punë të jashtëzakonshme, me një kthjellësi mendore, me një formim shkencor për t'u admiruar. Madje edhe mbrëm mund të kemi folur rreth 45 minuta në telefon rreth veprës dhe punës që do të vazhdoj. I the profesor Jani Thomaj që do vi këtu? Po. E përshëndesim Jani Thomaj dhe një bravo e madhe se 91 vjeç të kesh aftësi që të drejtosh arsimin fjalor. Po të përdor terma ndërkombëtar tani me që tham aty, është sui generis, është diçka. E ke thënë në fjalor sui generis? Patjetër. E ke? Patjetër. Kështu, si çfarë? Sui generis. Bravo. Po, pastaj jeni ju. Valter Memisha që kur filloi vepra ishte në Akademinë e Studimeve Albanologjike, kurse nga 1 janari vitit që shkoi, jam pjesëtar në Akademinë e Shkencave, jam drejtori i Institutit Gjusisë dhe Letërsisë, dhe dini që Instituti Gjusisë e Letërsisë ka hartuar dhe ato vepra dhe ka peshën kryesore të veprës. Kjo është kryevepra juaj. Kjo është. Se ju keni butuar plot. Opera vita. Kjo është vepra e jetës. Nga jeta universitare, profesor Shezai Rokaj, ishte dekani fakultetit të historisë dhe filologjisë, është marrë me fjalor, ka bërë fjalor moshor për shkollën së bashku me Anila Omari. Jemi tek profesor Dimitër Samara, ose si njohin njerëzit Miço Samara, një nga leksikografët më të mirë që ka Shqipëria mbas profesor Jani Thomajt. U ofrua, ka punuar, edhe ai është i moshuar 90 vjet. Profesor, a mund të pini pak ujë se të flasësh për fjalorin nuk është pak. Është 90 vjeç dhe profesor Miçoja. Edhe ai 90 vjeç? Po, akademik Gjovalin Shkurt. Jo, shefkia islame një herë. Këtu, në krah të Samarës. Se vorare. Se ju e keni shkruar atë? Po, unë e kam shkruar. Jo, do i lexoja vertikalisht. Po e pra e ke vënë në krah. Fjalori është mbar kombëtar, jo thjesht nga pasuria që përfshin nga gjithë trojet e Shqipërisë, por edhe nga stafi që ka hartuar. Se shefkia Islamaj ka punuar rreth 40 vjet në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Është profesore e Prishtinës. Domethënë ky fjalor profesor, është edhe për gjithë shqiptarët. Po, për gjithë shqiptarët. Nuk është vetëm për Shqipërinë.
Përgjithshëm. Do të këtu janë edhe Kosova. Tipari kryesor është vepër mbar kombëtare. Mbar kombëtare. Do të këtu janë bashkuar gjitha Trojët, Shqipëria, Kosova, gjithë. Me hartuseve bashkëpunëtor nga Gjali Shkurta, profesor i nderuar. Meqense është një nga dialektologët, pavarësisht dhe sociolinguist, po është dialektologu më i mirë që kemi tani, për të parë leksikun dialektor, përsërisën fjalor është rritur ndjeshëm baza dialektore, zgjeruar. Nëse fjalori 80 mund të ketë vlerat e veta, mos harrojmë që në kontaktet me Kosovën i kishin tepër gati formale. Kurse tani vjen një pasuri jashtëzakonshme nga Trojët, nga Kosova, nga Maqedonia. Studiuesit e Kosovës? Po. Se mos thoni jemi shtet më vete ne dhe nuk. Jo, nga Instituti Armëngjika tek kemi profesor Neim Berisha. Kemi profesor Jo, po për një pyetje kështu, pse nuk e keni bërë 2 akademitë, profesor? Akademia jo akademi. Filloi si vepër, së bashku, madje në Kosovë vepra paraqitet edhe nivel ndërqeveritar. Po pra se këtu këtu nga profesor Gjinushi ka qenë i pranishëm kur kryetari i qeverisë apo kryeministri Albin Kurti me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Prishtinë e dhanë si lajm para 5 vjetësh që filloi vepra. Ka diçka, ne kemi bashkëpunim shumë, s'mund të them vllazëror, po më tej se është kjo fjalë duke sikur ja ul vlerat e bashkëpunimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me Akademinë e Kosovës, por Akademia e Kosovës është honorifike. Që do thotë? Don ka drejtuesët dhe nuk ka staf siç kemi ne, leksikograf. Domethënë nuk ka bashkëpunuar, mund të themi, Akademia e Shkencave. Thjesht në kuadrin, po them, shkencor, konsultativ, diskutim. Kurse artus konkret jemi më vete ne, ose ata atje ka dhe ca teori të çmendura, jemi kombë vete, Ne ju referuam, pastaj ju drejtuam si Akademi Institutit Albanologjik të Prishtinës. Me institutin keni ku ka punuar profesore Shefkia Islema, se tani është e pensionuar, ku punon Neim Berisha, që aktualisht është zgjedhur drejtori i Institutit Albanologjik, ku punon Abdurrahim Axhuni, përgjithësi i departamentit të gjuhësisë, dhe ku punon Sejdi Gashi. Janë autor. Atëre, Anila Omari? Profesor Anila Omari, duhet dim diçka. Vepra fillimisht u projektua që të jipte dhe etimologjinë e fjalëve. Ka patur probleme. Vepra është e hapur, profesor Anila bashkë me profesor Sejid Mancakun, i cili duke qenë se nuk u futën etimologjia e fjalëve, profesor Anila Omari ishte përgjegjëse e grupit për etimologjit, po njëkohësisht është përgjegjëse e grupit për huazimet e shqipes, sidomos huazimeve që kanë të bëjnë me profesor Anila është një nga njohësit më të mirë të serbokroatishes, të bulgarisht e tjera, të huazimeve që janë në zonat kufitare. Sa fjalë të huazuara kemi? S'mund t'ja për statistika kështu. Sa ka nga turqishtja, sa i ka që diskutimi? 1500 ka qenë. Profesor Tahir Dizdari ka bërë një fjalor që ka 4200 turkizma. Por duhet të dimi gjë. Këto 4200 turkizma që janë futur, apo fjalë nga gjuhët orientale, se mund të jenë dhe arabizma, këto fjalë janë regjistruar, janë futur në fjalor, po një pjesë e madhe e tyre mund të jenë të një personi. Nuk përdor. Ajo që quhet pasurje. Natasha Lako në tjetër mund të qenë ju tha dritare, me që ne jemi dritare këtu, e ka thënë si fjalë për herë të parë, ka krijuar në infrashe. Deri atëherë ne i thoshim penxhere. Së dim, është krijuar dritare, po para penxhere ne kemi patur dritare, shtëpit kam patur. Jo, kështu kam patur, po fjalën për herë të parë tha zonja Lako, shqiptarja është e në infrashe. Po gjyshja ime thoshte penxhere. Po, jo dritare, është ne penxhere kemi futur. Është penxhere këtu? Patjetër, por nuk e shpjegojmë hapësirë dritë tjetër, e shpjegojmë e dritare dhe penxhere i them shqit dritare. Ja përparësi fjalës shqipe. Anila Kananaj? Anila Kananaj është redaktore e veprës së bashkëpunimit, është sekretare shkencore dhe teknike e fjalorit. Ajo ka ruajtur kontakte të drejtë për drejta me të gjithë hartuesit. Kanë qenë bashkëpunëtor 50 veta. Do të thënë autor sa janë? Hartuesit janë 23. Këta 23? Po. 23? Kemi patur këta 23. Po? Plus
25 apo 30 të tjerë, ka qenë grupi që formoi atë që quhet korpus. Do të sa janë gjithsej? 50 po themi stafi i artimit të këtij fjalori. 50 në vitin të gjithë me grada shkencore të lartë. Me grada shkencore. Të gjithë janë Më ulti është pedagog, po është master, ata që janë MRS, siç është për shembull Angjelushe Karaj, janë që ndjekin studime doktoral. Për momentin janë marrë me janë doktorant, po jo me gradën doktor. Fjala vjen, Petri Zëneli, ka hartuar 3 fjalor. Viktor Bakillari, është patrioti juaj, është marrë me leksikun e, po them, Skrapajt, ka botuar disa fjalor, punon në shpërgjesi bibliotekës në fakultetin e gjuhëve tuaja, të tjera është marrë. Pra, absolutisht, askush nga këta nuk është i rastësishëm. Po, sigurisht. Janë filtrat. Në vitin 21-22 u punua për atë që quhet korpus elektronik ose korpusi i veçantë. Ja, do të pyesëm për atë profesor se është për të lëshikues. Po ti mbaron gjithë të hartusit. Të themi në një fjalë. Shpejt e shpejt, me shpejtësi, për secilin një fjalë. Për Jani Thomaj folët. Jani Thomaj, ja le të jap disa statistika. Jani Thomaj është edhe hartues, është përgjegjësi i grupit për frazeologjin edhe për fjalë. Ka hartuar 12.500 njësi frazeologjike, profesor Jani i ka hartuar. Valter Misha është dhe përgjegjësi i grupit të veçantë. Ka hartuar shkronjën P. 18.126 fjalë. Shkronjën P vetë? Po. Po pse shkronjën P ju? Po, me qënëse isha leksikograf i mirë filt, mora pjesë më të vështirë, mbas profesor Janin që mori frazeologjin. Pse kjo është me vështirë? Me madhja. Me madhja, po ja. Shkronja tjera mund Sa ka po ja? 18.126 fjalë. Aty ka 4.000 fjalë. Këtu ka 4.000. Kurse 18.126 Shkronja që ka më shumë fjalë, po ja. 1.250 faqe. Pra një vëllime formon shkronja P. Shezai Rokaj? Profesor Shezai është përgjegjësi i grupit në përgjithësi me grupin e hartuesve nga fakulteti. Ka hartuar shkronjë F, ka qenë zëvendës redaktor, ka redaktuar 4-5 shkronja, po ka redaktuar dhe grupin më të madh të gjysmës së fjalorit. Dimitër Samara? Profesor Miqa është marrë me shkronjë K. Është pak pa qef, i uroj shërim veçanërisht të shoqës së tij, zonjës Liliana. Nuk e ka patur atë mundësi që mund të kishte, është dhe efekti moshe, tjera. Profesor Shefki Islamaj ka hartuar shkronjën A, profesor Gjovanin shkronjën një dhe përveç kësaj, kemi patur një, po them, pengesë me leksikun e arbëreshve të Italisë. Kishim caktuar si redaktor profesor Francesca Altimarin, është miratuar në mbledhjen e parë, me një grup të tij me profesor Mandalan dhe profesor Gëzim Gurgën. Mateo Mandala? Po, është akademik profesor Mandala dhe profesor Altimari. Profesor Gëzim Gurga ka qenë pedagog. Dhe si shkoi bashkëpunimi? Për arsye shëndetësore ngeci puna. Atëherë ne për mos të lënë zbrazti tek fjalori, unë ngrit një grup pune me akademik Gjovanin Shkurtaj, me profesor Shezai Rokaj dhe me akademik Valter Mishaj. Do juve? Po, dhe jemi marrë me leksikun e arbëreshve. Duke u dalur te vepra e Skutarit, tek vepra e Emanuele Gjordanës, te vepra e nipit Gjordanës, e tjera, kemi përzgjedhur dore parë përzgjedhëm 4.000 fjalë, nga 4.000 fjalë kemi bërë një përzgjedhje të dytë dhe në procesin, në vitin 2026 apo 2027 gjesa fjalori është online, ne do bëjmë plotësimet dhe saktësimet që ta përfaqësojmë ashtu siç e merituan bota arbëreshe dhe arvanitase. Okej, vazhdojmë. Gjovanin Shkurtaj? Po, Gjovanin Shkurtaj ti që thash, ka hartuar shkronjën dhe. Ali Jashari? Profesor Ali Jashari, 1640 shprehje po thash të huaja. Të huaja, të ka hartuar shkronjën B. B. Po, veç kësaj, ka plotësuar për arsye se në fund ne hartues kemi patur dhe profesor Idris Metani. Nëse unë ai që nuk jeton, po, ja tek jemi këtu, ai u largua nga jeta.
Dhe shkronjat në ngelën të pa përfunduara. Kush i përfundoi? I përfundoi profesor Ali Jashari. Ka marrë Ali Jashari. Pra ka bërë Anila Omari? Anila Omari u thash është marrë me shkronjën R. Anila Kananaj është marrë me shkronjën M. Profesor Artur Lamaj me shkronjën C. Profesore Mimoza Priku. Jo, Abdurrahim Maxhuni është marrë me shkronjën Th. Profesor Idrisi thash me ZZ. Juliana me shkronjën H. Artur Lame? Artur Lama me shkronjën C. Abdurrahim Maxhuni, jo ti themi, ti respektoj. Fal, Mimoza Priku. Mimoza Priku është marrë me shkronjën Sh. Naim Berisha? Naim Berisha është marrë me shkronjën L. Rezona Rushiti. Po? Rozana Rushiti. Është grupi që ka redaktuar dhe profesor Shezaiu mos të gënjej. Po, Teuta Toska? Mos flas. Janë grupin e profesor Shezai. Rezarta Dracini? Janë grupi Shkodrës që është marrë me shkronjën S. Po, Sejdi Gashi? Sejdi Gashi është marrë me shkronjën O dhe tjerë. Manjola Zacellare IY-ZG. Po? Behari nuk mos jo gënjej me Resulin. Olgeri ka punuar me profesor Aliun, është marrë me shkronjën D. Po? Njëllushe Karaj me N1 dhe disa shkronja të tjera. Petri Zeneli është marrë me shkronjën V. Viktor Baklari me shkronjën T. Ju kërkoj ndjesë për kolegët të fakultetit që si mbaj mëndë, është kujtesë po them. Tani, që të vinin të kjo gjëndje, puna parë, për një fjalor duhet të hartohet ai që quhet kartotek. Ose skedari. Korpusi në rastin me që se fjallori hartohet në vitet po them 20 të shekullit 21, patjetër do të thirrej në ndihmë edhe kompjuteristika, po dohën mjetet moderne të hartimit të veprës. U kryua një korpus me 800 milion njësi. Madje me material që poshtojmë tani vete tek 1 miliard njësi, që ka fjalë edhe forma fjalësh. Aty janë futur mbi 40 e ca fjalor. Aty është futur tërësisht vepra e Ismail Kadares. Vepra e drejtora Gollit, vepra e Regjep Qosës. Më fal profesor, tani për fjalorin e ri e fjalëve të reja të Ismail Kadares. A janë në këtë fjalor fjalë të tilla si nën kres, jashtëk, heshtues, silenciator, arkmort, patjetër. Arkivor. Janë. Patjetër. Po si, edhe arkivor edhe arkmort? Po. Janë dy, a? Po shpjegohet me fjalën që është më shqip, me arkmort. Do thënë fjala bazë është arkmort. Po, shikohet fjala shqipe. Do thënë ne kemi arkmort. Po. Ka disa specifika në fjallor, se fjalla mund të ketë një ndënduri shumë të madhe përdorimi, edhe ipet fjalla që ka, dohën që njët, por në këtë rast, pavarësisht se duke si neologizëm arkmort, fjallë e bukur. Nën kres, ne përdorim fjallën jashtëk, pavarësisht se është turqizëm, e tjera. Po heshtues, silenciator? Po, heshtues ka hyrë si fjallë. Tani, fjallët e vjetra, profesor, mua më pëlqeu kur kam takuar dhe kam intervistuar në vitin 2001 Antonia Thanas, ishte 90 ca vjeç në botë. Personalitet. Kur fliste, mua më ngjante kështu si po fliste gjyshi dhe strigjushi im. Dhe tha, një diza e tha, ardhsh këtu tha, më takoj Faikbeu tha. Edhe vazhdoi. Tani, një dizaj, kjo fjalë është në fjalor? Është një dizaj. E bukur e si fjallë. Po ardhës jo. Ardhës jo, edhe? Përësua se ruhet paradigma normative e zgjedhimit të foljeve. Po qapit? Qapit, pa tjetër. Eshte? Po qapit. Fjallë e bukur. Qapit, bëjt qapa. Nga fjallë e qap. Po qapa tje? Edhe, pa tjetër. Shko atje, eca tje. Po, shko atje. Shumë e bukur. Profesor, tani, kam plot pyetje unë për të bërë. Që për teleshikusin të ta ja pak pamjen të plot të vjeljes është tërësisht vepra e Fishtës. Tërësisht vepra e Martin Camaj. Po ç'kuptimi është tërësisht? Është skanuar të 10 vëllime dhe është lematizuar në mënyrë automatike dhe fjalët dalin. Veç kësaj është hartuar një fjalor për
veprën e fishës. Siç është hartuar fjalori për shembull i Meshar Gjon Buzukut nga Thoma Qendro. Të gjitha këto vepra që janë në këtë funksion. Është botuar vepra e Martin Camaj, profesor doktor Bardul Demiraj, djali i akademikut dhe ish kryetarit të Akademisë Shkencave Shaban Demiraj, i ka pajisur të 10 vëllimet e veprës Martin Camaj me fjalor në fund. Pra ka lehtësuar ndjeshëm punën për dikë që lexon veprën por nuk kupton fjalë. Ngasove shumë këtë me djalin e Shaban Demiraj. Tani, gjithë kjo pasuri të këtyre njerëzve, edhe juaja, e trashëgoni ju këtë? Se ajo e Shaban Demiraj është fesar, i trashëguar. Ju e trashëgoni djalit tënd, vajzës tënde? Fatkeqësisht, jo. 2 djemë që kam, i kam të 2 arkitekt. Edhe nusët e djemë i kam arkitekt. X-Plan Studio. Ku shkojnë të njohurit që këti? Në vjen kja, kam një bibliotek me 8400 libra. Wow. Ata janë të apasionuar mbas librit, kam bibliotekat e tyre, po kam biblioteka modesta, si që mund të ketë një arkitekt. Jo, kjo, më ngasmoj kjo, Shaban Demiraj e Bardul Demiraj. Po jo janë. Se dijet nuk trashëgohen, por me librat që ke dhe me eksperiencën që ke, ti mund t'i... Paftësia ime, ose kodë moderne. Jo, kodë moderne. Po a ka të tjerë këtu si Demirajt, që e trashëguar? Dej tani nuk di njeri që të them që... As Jani Thomaj? Profesor Jani Thomaj ka 2 fëmijë, djalin Berni Arben Thomaj ka marrë juridikun. Jo, po them, kjo letësion dhe gjurë. Kurse e bia në vile ka marrë për frëngjisht dhe është punon në Londor. Në atë, po në atë një por ka dalë nga, nuk miret me filologji, nuk miret me gjuhë shqipe, dhe po e ngushtoj akoma nuk miret me fjalor. Profesor, kam një pyetje tillë, se ne gazetarët do bëjmë pyetje nga më të ndryshme. Po fjalor erotik, keni një fjalë erotike aty? Jam futur një pjesë, unë kam qenë pak kundër dikush. Kundër? Po pse kundër? Edmond Tupla? Fjallavja, unë kam pënë. Fjallori ka dhe një etikë. Për shumë, fjalët latinisht unë i kam futur. Fjalët latinisht? Po. Po fjalët shqip? Si ke futur? Dikush i ka futur, po fute fjallën do fusje veprimet. Edmond Tupla ka bërë fjalor erotik. Jo, kaq ai po. E përshëndesim, po ai keni futur fjalët e profesor Tupës? Pro, jo. Nuk e keni futur? Tani, ky fjalori këtu është kështu, e keni bërë kështu qelibar, në kuptimin që s'ka fjalë pista. Te ky fjalori që keni bërë. Po futen fjalë. Po? Po futen fjalë. Do mos po u referojmë fjalëve konkrete. Po? Për arsye se përkthimtaria, sidomos përkthimtaria kinematografike, shumë filma i shohim dhe veprimi seksual e përdorin me një, po them, tabu të Shqipës, po nuk e japin në kuptimin e parë si që kemi ne fjalë i ndjeri Robert Elsi ka mbajtë një kumtese, në ullnim kokën, thashë ngërin kokën, nëse këto janë fjalë të Shqipës, nuk janë të mija. Kështu thaj, o sa e burdohen edhe njërë, prit. Albanologu famshëm, kanadezo, holandezo, anglezo, se ato s'ja ka marrë vesh të njërë unë, mbajti kumtesë për fjalët erotike. Erotike, dhe ju vëvit të turp. Që emërtonin organet seksuale, apo organet genitale, veprime seksuale, që kanë vetë, kanë një vertikalitet historik. Dhe a i flise juve unikoka, dhe a i tha unikoka tha se janë shqipka, nuk janë fjalëtuar, nuk janë fjalët e mia. Ka fjallori, një etik, po të shikosh edhe fjallorët e gjuhet tjera, në njërë japin më shumë fjallën tabu, japin fjallë, vjen anglisja, jep fjallën mace, për kësuret tjera. Zogu, macja? Po juve si e keni zogu? Jo, se keni fare zogu? Ja, unë thash, po flasë 2 terma që lidhe me pënë. Penis, them organi genital i mashkullit. Pubis, organi genital i femrës. Kaq. Thuaj për mëtej, profesor Kolestopalli, akademik Kolestopalli, që ka bërë fjallorin etimologjik të Shqipes, ka futur 2 fjalë të organit genital të femrës. Dhe shpjegon edhe origjinën që mund t'jenë slave e tjetja. Po kështu dhe të mashkullit, po diskutohet, unë po flasë si Valter, fjallori është e hapur, dhe në një, po them, mbledhje tjetër të redaksis, fjallet mund të zënë vend. Por do dishin që, kur kam qenë në Gjirokastër pedagog, bëra një testim, një 15 minutësh me studentët,
dhe vetëm me sharje më erdhi 157 sharje për 157 sharje. Po si ishte pyetja? Jo, si kishe pyetjen ti profesor? Si shani. Si shani. Po. Edhe erdhën 157 sharje. Si shani në rrugë, si shani në dhomë, si shani në stadium, si shani pra në mjedise, në regjistrat e komunikimit, në mjedise të ndryshme, si shajnë shqiptarë, si shani jo. Ata kanë shkruar 157 shara, lloj të shara. Përfituroi tani të drejtohesh mjedisi më të gjerë. Shqipja është një nga gjuhët që edhe fjalët janë më të zakonshme. Do pim kafe, do i futi një edhe këto mund të kenë po them vlerën e vetë, mund të kenë ngjyresat, mund të kenë që e bëjnë shumë emocionues apo impulsiv ligjërimi, por fjalori nuk ka qëllim të pasqyrojë gjithçka. Mbas kësaj vepre, ne do fillojmë fjalorin me 170.000 deri në 200.000 njësi që do të jetë përsëri me 10 vëllime. Ai fjalor do t'i përfshijë të gjitha këto. Tani rrim pak te kjo. Do ky është fjalori i stadiumit, e quajmë ne në gazetarët, fjalori i stadiumit. Ky është shara. Shara, fjalori i stadiumit. Sa ti e ke parasysh, sa doli dhe komunikata e policisë që arbitri nuk ka motrë. Arbitri nuk ka motrë. Profesor, kam një pyetje të tillë. Po fjalët e huaja ju e përmendët pak. Shakespeare, mos më thoni që e shkruani Shakespeare, jo Shakespeare. Shakespeare dhe nuk e lëviz top. E la Noli atë dhe kaq? Jo e la Noli. Noli po e la përdorimi. Ka fjalë. E futi Noli. Pra, ka fjalë, po flasim në kontaktet e Shqipës me Anglishen. Në përgjithësi takojnë në shekullit të 20, s'po them për shekullin 21. Fjalë që hynë hershëm, zum vend dhe janë përshtatur strukturës fonetike dhe morfologjike të Shqipës. Për shembull kemi fjalën në futboll. Po? Ne s'mund ta shkruajmë sot fotball. Kemi handball. Nuk mund të shkruaj hand dhe boll e tjerë. Do të janë futur. Po, ato kanë fituar status. Ka bërë një botim Kristina Jurgaj. Po, ka botuar fjalorin e. Po Kristina pse s'është këtu? Ishte e përfshirë, kishim edhe në redaksinë e fjalëve të huaja, u troq, që zgjedhja e saj, sepse ishte e ngarkuar. Fjalorin e Kristinës ne gazetarët e mbajmë tavolinë, se ajo ka rregulla për na ndihmon shumë për ne të medias. E vlerësoj punën e saj, ka bërë dhe fjalorin e veprës Faik Konicës, me që the që parë takoj Antoni Anastas, takoj Faik Beu. Një dizaj arç Faik Beu. Unë u habita. Dohën ka bërë punë goxha dhe vepra që hodhi ditë të fundit në qarkullim është për të vlerësuar se jepë huazimet që vinë nga anglisht apo nga gjuhë. Tani, profesor, perëndimore. Nuk kam kuptuar asnjëherë. Kuksian është me i, Lezhjan me ja. Ma shpjego pak. Se unë ndërzohem. Janë ajo i jëja lidhet me pozicionet fonetike. Është si puna me që ngjarjet e Venezuelës sot, kemi Venezuelas dhe Venezuelian. Do një javë që ta shqiptosh më shumë Venezuelas se sa. Ka ca zgjidhje që kanë të bëjnë me përdorimin. Ky s'është rregull. Ja po them. S'është rregull. Ka, po të flasë me profesor Emilin, të thotë, për shembull kemi lojtar shkruhet pa se nuk futet ajo se ajoja është gjysmëzanore. Nevojtar shkruhet pa pavarësisht se anëtar, pjesëtar shkruhen me Po pra, ka rregull. Si keni bërë këtu në fjalor? Këto shikohen si janë futur në Kongresin e Ndërshkrimit. Po? Si është përdorimi, po t'jap një fjalë tjetër. Po? Në fjalorin e 84 janë futur dhe emrat e vendeve dhe emrat të banuesve. Ky, i 80-s? 84, kesh me 35.000 fjalë. Po, mbas këtia, ka dalë me karakter praktik. Praktik, po? Është futur fjala ballçak. Fjerak. Asnjë nuk thot ballçak. Po fjerak thon. Fjerak thon. Ne i themi ballçot të gjithë. Pavarësisht se ajo është është edhe ballshot edhe ballshat? Po, tani ne i kemi dhënë përparësi fjalës ballshot. S'ka parli apo s'ka parliot? Po, ne do përse... Apo s'ka paras. S'ka paras? Do pra pëlqeja unë.
S'ka paras? Po, se sa Skapali është Elbasanas. Pëse ajo li është për pashtes turke. Ne nuk themi asë Elbasan. Ne themi Skapali dhe Elbasanli. Po, popullu Elbasanas, Elbasan... Tjetër, profesor, Dursak Lezhak ishte një rus mësonte gjuhë shqipëri dhe i tha atij kolegut tonë. Por ti tha nga Lezhë, tha ai rusja, kemi qesh me lot. Tha, pse banorit Durrësit i thon Dursak dhe ti që nga Lezhë, tha, nuk thon Lezhak. Ne qeshtim. Janë ligjet e shqipes që kanë formuar. Po t'ishte për mua, Vlora, do i thoshja Vlorak. Po i thotë Vlor, Vlona, Vlonjat. Pra, Vlonjat ka hyrë nga shqiptimi i popullsisë gege për Vlorën. Tani, Vlona, Vlonjat. A ka dialektizme këtu? Kemi fjalë të marrë nga dialekti. Që do thot? Që i kemi ngritur në statusin e leksikut normativ. Pra kemi vjelë shumë, sidomos nga të formet e Kosovës, nga të formet e Makedonisë së Gegërishtes, u thash pak aty parë, që jemi borxhëlli arealit të Kosovës, të Gegërishtes të arealit kosovar. Se Gegërishtja ka dhe 9 ndajet e vetë. Po, flasim për pjesën që ne nuk ishim kontakte... Jo, flasë, ne i kemi rënë qafë Gegërishtes. Pa tjetër. I kemi rënë? Pa tjetër. Atëre e keni përmirësuar të kjo? Është përmirësuar, janë futur shumë frazeologji. Sa? Po s'mund të flasë me statistika, zgjeruar. Ma dje, në kjo se ne kishim 20.000 fjalë të ky, dhe ka vajtu 105.000 fjalë, plus fjalë të heshtura, plus emërtimet, plus frazeologjia, se frazeologjia barabart me një fjalë. Të gjitha këto janë zgjeruar, ndjeshëm, sidomos, thash, se kemi patur shumë prurje nga Kosova. Kemal Murati ka hartuar fjalorin e të foneve kosovare dhe të foneve troçore të Maqedonisë, që vim me rreth 20 e ca minjësi, janë bërtuar fjalor të tjetër. Kemi veprën e, po them, profesor Recep Qosës, si thash, kemi veprën e Murati, Isak Murati. Jo, okej për Kosovën, po mbarojmë një punë me Shqipërinë, se veriut Shqipërisë kemi rënë në qafën këtë drejtim. Profesor Gjovaline, nuk mund të themi kaq a priori. Nuk mund të themi kaq? Për arsye se njerëzit ngatrojnë. Nëse unë kam fotur vera, qoftë si stin, qoftë si pije, vena. Atëherë unë nuk i kam ngrënë hakun. Se fjala vera dhe vena shnojnë një të gjë. Është shqiptim dialektor. Nëse unë them grue dhe grua, nuk i kam ngrënë hakun veriut se s'kam fotur grue. Nëse unë them i lym, apo i lyer, i lam, apo i lar, fjala është. Këtu është futur në tratjen përfaqësuese, nuk i është bërë nder Toskërishtes dhe i është ngrënë hakun Gegërishtes. Është morfologji. S'ka lidhje me fjalor. S'ka punë. Mua më ka krijuar fjalë, unë po them ka gjë të që ta dinë zotrinjt, që mos thoni është ngrënë hakun. Se ka një debat. Debati është ky. Po, Shqipja ka rreth 6.000 folje. Nëse kemi 6.000 folje dhe kanë mbiemra, kanë pjesore të tjera, po them, emrat e veprimit janë rreth 6.000 me US. Lexues, këndues, fluturues, shpëtues, ngatrues e tjera. Nga Gegërishja përsi nga formet veriore, janë futur në sistem mbiemrat me shëm. Lexoj, i lexuar, thot Jugu, i lexueshëm, thot Veriu, dhe i pengushëm, lexueshëm, i shkrueshëm, i shikueshëm në sistem. Janë futur ndaj folje me shëm në sistem. Pra, janë shtuar me mira njësi që mungonin të ky fjalor për zgjidhje. Profesor, me pak fjalë, të ky fjalor i ri, Gegërishja dhe Toskërishja janë të dyja? Të parabarta? S'mund të të parabarta, si ka me do të përfshirë dhe Gegërishja. Nëse fjala ekziston në Toskërishte, ekziston tek Arvanitasi, ekziston tek të folëm dhe Albershte, dhe ka vlerë shënuese që se ka as Toskërishja, as Gegërishja, do futet. Nëse në Gegërishte kemi 10 fjalë që shnojnë 10 nocione, 10 objekte, 10 reale, do futen. Mund të mos futet asnjë nga Toskërishja dhe kundërtja. Ky nuk ishte rregull të fjalorit vjet. Ai ka përzgjedhur karakter normativ. Nësa ky ju jeni më të hapur. Jemi më të hapur. Me pak fjalë, Gegërishtja ka zënë vend në këtë fjalor. Po jo format GG. Mos ngatrojmë.
Pra, në kjo se unë themi, po them punoj, po marë fjallë më klasike që nuk themi me punue. Me punue jo. Nuk them punoj, punova, punuar, bjemri është, po them, i punuar. Si përgjigjeni atyre që duan me punue? A i ka të drejt të komunikoj në dialekt, sa të doj, si të doj, ka të drejt të kryoj letërsi artistike, ka të drejt të hyj dohën të përvetsoj gjusisht me dikë tjetër, me të folën, si që fletë dhe një qamë, si që fletë dhe një konisë Pa ishte normale që baza e drejtshkrimit të gjuhës shqipe, e kongresit famshëm tashme që ditë, u morë Toskërishtja dhe jo Gëgërishtja? Ka dy mendime, një që është bazë mbi dialektore, që ka marrë strukturat për bashkë të tjera, por po të shosh me vërtetësi, me një sy asë një anës, baza është pak më juk, jo se u morë me vetëdije, po parimi me të cilat u ngritu Kongresi i Drejtshkrimit ishte për të ruajtur strukturën dhe për të gjetur një variant, një kojne që ishte më e konsoliduar, që kishte më pak përjashtime, që ishte më e zotërueshme nga gjithë shqiptarë. Dhe u zgjodh e folmja e Toskërishtes verjore, e folmja e Përmetit, e Beratit. Aty shqendra? Ajo është paka shumë. Dhe Beratit? Po. Madje mu themi që vepra e infrashit ka hyrë 100% në leksikun edhe në atje. Do dhe kryeqyteti i gjuhës është e folmja e Përmetit. Po, kjo është Përmet Berata, ai rripi aty. Përmet Berata. Po skrapar, edhe kontaktet me Elbasanin dhe vazhdimësi. Kjo është, për thash, pavarësisht se ka kontestime të tjera. Në vitet 90, si që dini e di që vajti vonë dhe, në vitet 90 pati një diskutime jo... Po pra shumë, madje ka ndalë dhe gazeta një... Po, dhe, më saroj që 92-shin, standartin bushin 20 vjetë. 20 vjetë është si shë ngritur akoma. Tani, kam i pyetje tillë, si shkrojnë shqiptarët sot? Në Facebooku është se cili është i gazet më vete, një televizion më vete aty, me video. Si shkrojnë? Kultura e të shkruarit është skandaloze. Për dëshiruar. Tani ndihmon ky fjalor? Ndihmon shumë. Si? Sepse ju e keni dhe elektronik. Po, ai ja u shpjegosh çfarë duhet bëj shqiptar? Ai do kërkojë një fjalë, e gjen direkte, shikon se si shkruhet fjala. Nëse un po them 13. Unë se kam 13 fjalor, kam 13. Në qoftë se unë them plans, aty ke plëndës. Plëndës. E plëndës shikohet, nëse një i thotë i arrishëm, nuk futa arrishëm. Atëherë ju e keni kështu që ti do të search. Po, kërkon fjalën, siç ka gjithë, siç është fjalori i Oxfordit. Po ato fjalori që janë në qarkullim. Aty ka diçka s'po hy më tej. Edhe fjalori i 80-s ky, po, që është pa lejen ton. Edhe fjalori 2006. Si do zgjidhet kjo? Është futur pa lejen ton. Edhe fjalorë të tjerë, ato i zgjidh akademia. Akademia. S'po hyse. Do të thënë, për gjithë ata që kur do hidhet në mënyrë elektronike? Është edhe para 3 ditësh. Është hedhur, ë? Do të thonë ne tani mund të po e bëj live. Jo tani se bën dot. Pse? Do të them unë. Ka një kod që do të bëjmë lajmërimin. Se keni zyrtar, po do bëhet lajmërim zyrtar përmes akademisë që ka zyrën e vet. Do të thonë ky falas profesor. Gjersa është vepër e sponsorizuar nga qeveria shqiptare, çdo njeri klikon falas dhe konsultohet falas. Pra nuk i mbahet nga interneti, po them, para. Nuk i thuhet që paguaj që të hapet ky fjalor siç ka vepër. Nuk ka tras i rrugës. Nuk ka tras. Ky fjalor nuk ka tras i rrugës që duhet paguash. Po përdor një fjalë të huazuar. Po kjo është autostrada më e bukur që ka bërë metafora e bukur. Do të thënë kjo është autostrada më e bukur që ka bërë Shqipëria. Komi shqiptar, jo Shqipëria. Komi shqiptar. Profesor, ka plot gjëra pyetje tjera, po edhe koha juaj e kufizuar. Unë të falenderoj shumë, mi njohej për punën tuaj, djersën tuaj, po mendjen tuaj dhe gjithë këtij stafi, e di që do keni dhe kontestime, se këto janë normale në Shqipërinë tonë. Do të ishin gjë, profesor Rolandi, po të them profesor se di që je doktor i shkencave. Faleminderit. Vepra më e kërkuar dhe më e kritikuar është fjalori. Çdo njeri kërkon fjalor. Por çdo njeri e kritikon. Fjala vjen. Një fshatar fjala vjen nëse ka celularin, është bari, bagtish, ka 500 kokë dhënë. Unë u them dele dhe të zezës, dhe të bardhës, dhe të kuqës. A i ka 500 emra për secilën.
Tani unë s'do fus 500 emrat e atje. Unë do vetë tek shitësit i domateve. Ai mund të ketë 20 lloj domate. Një domate po them zëmërkau, një domate atje tjera. Tani unë i them domate, do japun 50 lloje preshi apo 50 lloje e tjera. Unë zgjej atë që fjalë është më e përgjithshmja që ka vlerë për të gjithë përdoruesit e shqipes, që plotson nevojat e komunikimit, kurse unë s'do vetë në pyll tani, edhe ai që është roja e një pylli mund të di të gjitha emrat e shkozave, emrat e pishave, të bredhave, jo të një peme, po dhe emërtimet të brenda. Fjala vjen. Në Groenland ka 45 emra për borën. Unë bori them dhe në korrik, dhe në dhjetor, dhe në janar, dhe në shkurt. 45 emra. Unë që ka piki, më falë, papagall të them, dhe ati që flet, dhe ati që këndonë, dhe ati që s'këndonë, dhe ati që të qerë, kurse po të vesh në Brazil, në vendet tjerë ku ka papagall, ka emërtime të veçanta për çdo papagall. Kjo varet nga kultura. Ne i themi fikus, fikdet i themi ne, me gjëmba pa, gjëmba nxjerr fruta, tjetri i thot me emrat veçantë. Ne palma i themi, po pam ca gjethe si gishta, i themi palma shtëpie, palma rruge, palma parku, e tjera. Por ka emërtime të veçanta. Atëre fjalori nuk mund ta bënte këtë. Se po t'japë vetëm një shembull dhe po e mbyll. Vetëm për industrinë, frëngjishtja ka një fjalor me 36.000 terma. E kam mbi tavolinë. Tani ne s'do fusim 36.000 terma vetëm për industrinë. Përfitroni se sa terma ka. Po për media, se s'pyeta fare. Profesor Miço Samara. Miço Samara është marrë. Është studiusi drejt për drejt me ligjërimin. Po mirë, si e keni? Keni atë testat? Patjetër. E keni? Po so Mario? Do të flasim. Do të flasim, ase bukur. Profesor, thashun dhe ka plot pyetje, unë ndoshta mund të thras përsëri se kjo do jetë edhe me diskutim beso. Do ketë diskutime, do ketë patjetër. Do jeni të hapur për çdo lloj sugjerimi. Patjetër. Ne dim që edhe do kritikohemi, thashe njërë prandaj që thash është vepra më e kërkuar, po është vepra më e kritikuar. Po është autostrada më e mirë. Ka diçka që për ne është, jo për ne si hartues, edhe si Akademi e Shkenca, po edhe si popull, po them si kulturë kombëtare, vepra duke qenë në sistemin online, sistemin drejt për drejt në internet, krijon mundësi që ne të ndërhyjmë, të plotsojmë, të sistemojmë, të heqim në një fjalë. Pastaj do dali në fizikë. Pastaj, mbas 2-3 vjetësh, do dali botim fizik. Patjetër, nuk do dali, se do ketë kosa, se duke dalë 10 vëllime, shumë e madhe. Do të bëhet sigur themi 50. Qefi është ta kesh kështu profesor. Okej, profesor, të falenderoj shumë. Ju falenderoj ju. Faleminderit shumë. Do ndjeni publicitet dhe ky është emisioni im për sot nga unë Lënë Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.